Endrit Shabani, aksioneri GDE Investment, vëllai i tij figuron inspektor në IMT Vlorë, ndërsa babai Gëzim Shabani lidhet me Trans Oil dhe me periudha të hetuara për kontraband portuale. Ortaku Gledis Çela mban lidhje me rrjetet e ndërtimit në Tiranë. GDE Investment SHPK paraqitet në QKB si një trup pa qarkullim. Kapitali që deklaron është 100.000 lekë, llogaria bankare mban vetëm 6.700 lekë. Detyrimet tatimore qëndrojnë të papaguara në vlerë 9.486 lekë. Humbjet e vitit 2022 janë 102.786 lekë. Bilanci i vitit 2023 është bosh. Kompania nuk deklaron të ardhura, nuk deklaron shpenzime dhe mbyll vitin me kapital negativ. Çdo kompani me këtë strukturë financiare do të përfundonte në pezullim ose në mbyllje. Megjithatë, pikërisht ky subjekt i fikur në letër merr leje ndërtimi për një objekt 39 kate në Vlorë. Ky është projekti ku mospërputhja bëhet më e dukshme. Një kullë e këtij dimensioni kërkon financim të sigurt, kapacitet të lartë likuiditeti, kontrata me banka, kompani inxhinierike dhe furnitor. GDE Investment SHPK nuk ka asnjë prej këtyre. Në Tiranë situata bëhet edhe më e rëndë. GDE Investment SHPK shfaqet si përfitues i lejes për One Boulevard Tower, një nga ndërhyrjet më të mëdha urbane në kryeqytet. Ky projekt përfshin vlera shumë të larta financiare se sa kulla në Vlorë. Në palas po ngrihen projekte luksoze si Horizons Terraces, ku një njësi prej rreth 398 m2 me verandë të madhe dhe pishin private ofrohet për rreth 1.7 milion euro. Ky nivel çmimi dhe ky lloj investimi kërkojnë burime të mëdha financiare dhe infrastrukturë të garantuar, kur në të njëjtën kohë një kompani me kapital negativ del si përfitues lejesh në zona turistike dhe urbane, lind pyetja se cilat janë rrjedhat e reale të financimit. Këto projekte nuk mbështeten nga burimet zyrtare që GDE Investment SHPK deklaron. Në borxh, kompania figurative merr përsipër projektin Terra Rossa, një zhvillim turistik rezidencial me apartamente luksi, sipas faqes së saj zyrtare. Në qendër të skemës që mban në këmbë GDE Investment SHPK qëndron familja Shabani. Endrit Shabani, ortaki i kompanisë me 50%, është i biri i Gëzim Shabanit, pronarit të Trans Oil SHPK. Kjo lidhje familjare vendos bazën e një strukture që ka operuar prej vitesh në portet kryesore të vendit dhe që ka krijuar një histori të ngarkuar me lëvizje mallrash që nuk përputhen me deklarimet fiskale. Trans Oil ka ushtruar aktivitet në Durrës, Vlorë, Sarandë dhe Shëngjin, ku ka mbajtur edhe magazinë operative deri në vitin 2014. Pikërisht gjatë kësaj periudhe shfaqen lëvizjet më të mëdha fizike të mallrave që nuk pasqyrohen në bilancet vjetore. Sipas informacioneve nga autoritetet doganore, volumi real i hyrje-daljeve nga portet nuk justifikohet në të ardhurat e deklaruara. Kjo situatë nuk paraqet gabime teknike, por ngret dyshime të arsyeshme për skema kontrabande, sepse diferencat mes volumit fizik dhe atij financiar janë të vazhdueshme dhe të pakorrigjuara. Në vitin 2014, Endrit Shabani në moshën 17 vjeçare pleu 10% e aksioneve të Trans Oil SHPK për 692.200 lekë. Në vitin 2016, Trans Oil mori barë tatimore. Kjo periudhë përkon me fluksin e lartë të lëvizjeve portuale që nuk reflektohen në bilancet zyrtare. Pikërisht në këtë fazë, kompania duhet të paraqiste shpjegime të detajuara për qarkullimin real të mallrave dhe Gëzim Shabani vendos ta largojë të birin nga roli i aksionerit. Trans Oil SHPK nuk ka ndjekur një linjë normale operimi. Kompania është regjistruar dhe regjistruar disa herë, duke ndryshuar statusin në momentet kur duhet të mbante barrën më të madhe fiskale. Këto lëvizje pasqyrojnë shmangje të qartë të përgjegjësisë, sepse kompania ndërpret aktivitetin sapo shfaqen detyrimet dhe rishfaqet vetëm kur nevojitet të mbajë qarkullime të reja. Mes viteve 2017 dhe 2022, Trans Oil ka një pauzë të gjatë 5 vjeçare pa aktivitet të deklaruar, gjë që e bën të paqartë se ku kanë shkuar qarkullimet reale të viteve të mëparshme dhe kush i ka administruar ato. Në terren, hallka e tretë e familjes merr formë të drejtpërdrejtë dhe influente. Vëllai i Endritit, Olti Shabani, punon në Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit në Vlorë. IMT është institucioni që kontrollon ndërtimet, dalon shkeljet, monitoron terrenet dhe lëshon proces verbalet që vendosin nëse një objekt mbyllet ose ecën përpara. Në të njëjtin qytet ku Olti Shabani ushtron këtë detyrë, GDE Investment SHPK merr lejet më të mëdha ndërtimore të viteve të fundit. Kjo përputhje krijon dyshim serioz. Ndërtimet e një kompanie që ka kapital negativ dhe që nuk ka aftësi financiare për projekte të mëdha nuk kalojnë pa vlerësim, por në Vlorë ato kanë kaluar dhe kanë marrë miratim. Olti Shabani ka akses në të gjitha informacionet që lidhen me kontrollin e territorit.
Skema nuk mbaron tek familja Shabani. Partneri tjetër i GDE Investment SHPK, Gledis Çela, krijon një shtresë të dy dyshimi që e çon këtë kompani drejt një rrjeti shumë të gjerë se sa Vlora. Çela nuk është vetëm ortak në GDE, ai shfaqet si pronar dhe bashkëpronar në dy subjekte të tjera që zbulojnë lidhje direkte me familjet që kanë kontrolluar lejet, tokat dhe projektet urbane të Tiranës për më shumë se një dekadë. Biznesi i parë është Core SHPK, ku Gledis Çela është 100% ortak dhe zotron një kompani me objekt të gjerë ndërtimi, projektimi, infrastrukturë, koncesione dhe aktivitete pasurore të regjistruara në rrugën Dëshmorët e 4 Shkurtit, të njëjtën adresë ku shfaqet edhe GDE Investment SHPK. Kjo përputhje e adresave dhe e fushës së aktivitetit tregon se Çela ka krijuar një bazë strukturore në ndërtim që nuk lidhet me kapacitetet e deklaruara financiare të vetë GDE Investment SHPK. Biznesi i dytë është G3 Group SHPK, ku Gledis Çela zotron 33% të kuotave, për krah Gurten Papulit me 33% dhe Olger Priftit me 34%. Gurten Papuli është djali i Agron Papulit, një nga familjet më të fuqishme të lejeve dhe tokave në Tiranë. Olger Prifti është kunati i Blendi Klosit, një nga figurat politike me më shumë ndikim në vendimarrjen urbane dhe në sektorët ku qarkullon leja, toka dhe ndërhyrja territoriale. Të tre zotrojnë bashkë një kompani ndërtimi, infrastrukture dhe projekte të mëdha teknike. Dyshimet nuk mbarojnë tek familja Shabani, por zgjerojnë skemët tek ortaku i tij Gledis Çela, tek partnerët e tij dhe tek interesat që nuk shfaqen në letër. Kjo shfaq mundësinë që paratë e pashpjegueshme të qarkullojnë vetëm përmes familjes Shabani, por edhe përmes linjave që lidhen me vendimarrjen politike dhe urbane të Tiranës. GDE Investment SHPK qëndron në qendër të një strukture ku përzihen lejet strategjike, qarkullime të pashpjegueshme, familje që kanë dominuar ndërtimin dhe rrjetet që kanë akses në portet dhe territor. Të dhënat e deritanishme tregojnë se kompania nuk ka kapacitet real për asnjë nga projektet që mban, ndërsa linjat financiare dhe lidhjet familjare hapin një seri dyshimesh që shkojnë përtej asaj që del në dokumente, po kryen verifikime të tjera për rrjedhën e fondeve, lidhjet e subjekteve të përfshira, historikun e lejeve dhe përputhjen e tyre me burimet e lishme të financimit.